Përshëndetje të dashur miq. Sot do të përgatisim së bashku sufllaqe në shtëpi. Fillojmë me përgatitjen e mishit. E kemi parë në copa dhe marrim një enë të madhe, e hedhim 100 ml verë, 100 ml vaj ulliri, hedhim një lugë trumz, një lugë rigon, një lugë krip, një lugë piper, një lugë paprika. E përziejmë mirë mishin. Dy thelba hudhër. Dy shep presim. I hedhim brenda mishit dhe i përziejmë. E mbulojmë dhe lëmë një orë që të pushojë. Tani fillojmë me përgatitjen e sufllaqeve. I vëmë në grill. Për ju që nuk keni grill, mund t'i pjekni edhe në furrë në 220 gradë për 40 minuta me një tepsi me ujë poshtë, edhe sufllaqet i veni në zgarrin e furrës. I kthejmë. I kthejmë vazhdimisht derisa të pjeken. Sufllaqet janë gati. I hekim nga zgara. Dhe tani fillojmë me përgatitjen e pitave. Hedhim një lugë xhaxhiki, një sufllaqe. Kemi parë shep dhe kemi përzirë me majdanoz, domate, edhe patatet skuqura. I mbyllim sufllaqet. Të dashur miq, kjo ishte reseta për sot. Shihemi në videon tjetër.